Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Aktoreja e njohur e serialeve turke ribashkohet me ish të dashurin. Cemre Baysel, e cila njihet më së shumti për rolin e saj në serialin Leyla, dhe Aytaç Shashma janë ribashkuar pas një periudhe të gjatë ndarje. Dy aktorë të njohur turq kanë kaluar nëpër një histori dashurie me kthesa, ulje dhe ngritje. Gjatë xhirimeve të serialit Ba O Ju në vitin 2021, lidhja e tyre u zhvillua shumë shpejt dhe u bë publike. Madje ata u shpallën çifti i dytë më i mirë i vitit në një anketë të platformës Kizlar në janar të 2022-shit. Megjithatë, në tetor të 2022-shit, u vërejt se ata nuk e ndiqnin me njëri tjetrin në rrjetet sociale, duke ngritur pyetje mbi gjendjen e lidhjes së tyre. Në dhjetor të 2022-shit, ata konfirmuan ndarjen e tyre duke lënë fansa të trishtuar. Aytaç Shashma shprehu se nuk kishte asnjë zemërim dhe se Cemre ishte shumë e vlefshme për të. Por, pas një periudhe 1.5 vite, pra një vit e gjys, në korrik të 2024-s, u raportua se ata u ribashkuan. Çifti u pan duke mbajtur duar në Arvanoj, duke konfirmuar spekulimet për ribashkimin e tyre. Megjithatë, ata nuk i përgjigjen pyetjet të gazetarëve dhe gjithmonë i evitojnë. Për momentin, Cemre Baysel dhe Aytaç po shijojnë lidhjen e tyre duke ruajtur privatësinë dhe duke u fokusuar në karrierat profesionale.